Zbrasja e fshatrave si pasojë e fenomenit e emigrimit ka prekur masivisht të gjithë fshatrat e njësisë administrative papër në Bashkinë e Elbasanit. Mungesa e kushteve bazike, veçanërisht e punësimit, ka bërë që të rinj të largohen nga fshati. Dikur i gjallëruar nga zërat e fëmijëve dhe aktiviteti bujqësor, sot fshati papër, i cili shtrihet shumë pranë aksit Elbasan-Peqin, po zbrazet gradualisht, duke lënë pas një realitet të heshtur dhe të plakur. Po që ka vetëm pleqe plaka ka këtu, të rritë ka një gjithë. Po ka e Itali, Greqi, Gjermani, nga të mund gjithë ne, është përda. Po arnohë me një plakë të homë të dy dalin të bëjnë gjirë, ajo dhe në shpi, më dalë bëjnë gjirë o kështu, edhe këtajmë në shpi. E vështirë është, ku do shkojnë, s'ke ku shkojnë. Ne nuk jetojnë, ne du në vend tonë. Çfarë mungon? Që mungone? Që mungone këtu? S'ka në gjë, ka rruga, ka që kohë nuk është bon. Jetët janë. Dhe për unë tjertë nuk i disë, nuk i disë ma si për para. Kush, rinia? Po s'ka, në që do shqihet. Pra në ikin. Nuk e në keqi. Tu s'ngeli ati janë, gjitha u shkatëru. Që ka? As një gjë fare. Se përndoshin këtu, rinia, gjitha fabrika, uzina, kombinata, çdo gjë, ka qenë lule Shqipëria. Problemet me infrastrukturën, mungesa ujtëpishëm dhe rritja kosteve në bujqësi kanë bërë që edhe ata pak banor që kanë mbetur të mos e shohin më të ardhmen në fshat. Ne kemi puse. Se rrjeti ka pas qenë para ca vitesh hartë, por nuk funksiononte për zonën tonë. Pse? Nuk ishte presion ujë, domethënë, ishte me pagu lekët kot. Furnizon Pa ujë, pa rrugë, pa asgjë gjë. Edhe pa drita mund të thuash, tash janë dritat. Tukë neve as qareku nuk ka ngel, as qareku popullit, ka një këtë gjithë. As i se ka nërmen që të thëhet më. sa kanë mbetur? Këte, s'ta javë do të me egzakt. Po kanë qenë këtë diku e 400-500 familje. Tash i mund t'jenë 20-50. Ti Vektoria nuk ekziston fare më këtë ushtu. Ti po të tjetër një po. Se ka ardhi të vështirë shumë me gjithë krahët. Rrugët e boshatisura dhe mungesa e zërave fëminor janë dëshmi e një realiteti të ri, ku jeta sociale po zbehet dita ditës.